Tani, shofim njërë mënyrën e tretë, se mbase kjo do ja dalim. Mënyra e tretë është që ti të mësosh nga një mentor. Tash ju do thoni, po shpu ka mentori këtu, shlidhje ka mentori. Zamir Mane dje nuk përmendi gjë mentor, nuk tha biznes, ai tha vetë. Këtë do t'ja them pak më vonë, vetëm qëndroni këtu. Ti nuk e lexon dot etiketën tënde kur ti je brenda kavanozit. Nuk e di, është kjo figura këtu? Këtu ti je brenda problemit, ti je shumë afër problemit, dhe duke qenë se ti je afër shumë problemit, ti nuk e lexon dot problemin me objektivitet. Edhe ti je i lidhur emocionalisht dhe ti, sepse si stam, ti nuk di atë që nuk di. Sepse je i lidhur ngushtësisht me gjën, me emocionalen. Ti thu, shiko se unë s'ja dal dot, në një kohë që një tjetër që është jashtë teje, konsulent biznesi, mentor, që e si duash, ky e shikon nga ajo, shiko, po është ky problemi, s'është kjo që ti mendon. Dhe ajo që duhet bëhet është që ti duhet mësosh të bëhesh një mjeshtër. Dhe kujdes, për kufizimin e mjeshtrisë është që aftësia për të ekzekutuar një veprim pa pasur nevojë për përpjekje të vetëdijshme. Për shembull, Messi në futboll, ai tash duhet mendoj, e kam topin në kohën e djathtë, do ta çoj në të majtas, do bëj këtë fintën trigun, edhe pastaj do shoh portën, edhe do bëj gol. No, këtë nuk e mendon Messi. Messi çfarë mendon? Mendon komplet, ka një atë që neve i themi vetdije teknike. Ai se mendon fare në trup. Në fillim ti është shkallë e mësimit ose e brendësimit. Në fillim ti e mendon njërë në mendje çfarë duhet bëj, pastaj fillon edhe vepron me trup dhe pastaj bësh vetë veprimi. Pra ti, Messi kur luan për të fituar. Dhe ti çfarë bën? Kjo funksionon në atë që quhet vetdije teknike, ti nuk vë mendjen në punë. Dhe kjo ndodhi dhe me jetën time. Unë kur takova mentorin ti tha, nuk je aq i mirë se sa mendon. Tashi, në biznes funksionon një gjë tjetër. Okej, duhet kalojmë tek në biznes funksionon në lojën e biznesit dhe të jetës, se kur flasim për biznes, nuk flasim në atë zonën e ngushtë, po flasim për lek, për xhiro, për gjëra. Por po flasim për diçka më të madhe. Ne dim shumë mirë që të ardhurat tona financiare përcaktojnë me kë rrim, me kë jetojmë, lagjen ku banojmë, fëmijët ku i çojmë shkollat, që i çojmë me çfarë makine ngasim. Kështu që po flasim për diçka më të madhe, po flasim për atë që quhet jeta e ëndrave, ose të bësh biznes sipas termave të tu. Ta vendosësh ti shefin, kush është shefi jot? Ta vendosësh ti kolegun e punës, stafin, edhe ta vendosësh ti klientin kush e meriton prezencën tënde. Jo thosh, shiko se këto janë klientët, çfarë ti bëjon? No. Ka ca rregulla që ne do t'i bëjmë. Dhe këtu kemi 4 mënyra se si ti mund ta luash lojën e jetës. E para është që ti refuzon të luash. Më thot, tash ky biznesi im kaq ka, është shumë poshtë, nuk industria ime këtë funksion ka, nuk mund shkon dot më tepër. Domethënë 7 shifra shkon 1 milion euro, nuk shkon dot më tepër, nuk e thyej dot. Disa kanë ngec tek 2 milion euro, 5 milion euro, nuk ecim më. Disa tjerë thonë, duke çudi olla se unë 150.000 euro kam, si mund shkoj kjo në 1 milion euro. Pra këto refuzojnë të luajnë, dhe thonë nuk funksionon, se ekonomia ka rënje. E dyta është që ti bën sikur luan, ti fiton aq pak, po aq pak fiton si pronar biznesi, sa ti nuk e meriton që quhesh pronar biznesi dhe të kesh drejtën të punësosh të tjerë, sepse fitimi jot është shumë i vogël dhe ti nuk është mënyrë për të bërë biznes. Mënyra e tretë është që ti luan për të mos humbur. Kujdes, frika se mos inshallah s'po humbim këtë muj, kemi kujdes. Dhe mënyra e katërt është që bësh atë lojën e mesit kur luan për të fituar. Dhe për të luajtur për të fituar të duhet patjetër një mentor apo një dikush nga jashtë. E thënë ndryshe, nëse ti do të mësosh Taekwondo, merr një sifu. Nëse ti do të mësosh valsin profesionist, ti do të marrësh një koreograf. Ama, nëse ti do të çosh biznesin në next level, të duhet patjetër një mentor biznesi. Dhe para se ta mbyllim, përpara se të vi Dhermali, kam diçka shumë të shkurtër të fundit. Çdo biznes në botë ka një produkt, lutem PowerPointin, ka një produkt ose një shërbim, të cilin ai e shet në këmbim të një fitimi. Normalisht fitimi është pjesa e lojës pse neve bëjmë biznes. Është arsyeja më e pastër në botë pse neve i futemi biznesit. Nëse ti do të shkosh në next level, para herë caktojmë çfarë do të thënë kjo next level, çfarë është ky, çfarë kuptimi ka, ku do të rritesh, si do të rritesh, çfarë është kjo gjëja. Atëherë për këtë analizo së pari ku ti je bllokuar,
Ku e ke blokimin? Tash eri se unë i kam rregull gjitha, unë s'kam asnjë bllokim. Nëse ti s'ke asnjë bllokim, ti s'ke shku te next level, ti s'ke shku tek ajo një më tepër. Pra ti ke një bllokim, por thjesht nuk po e shikon, sepse ne nuk dim atë që nuk dim. Dhe në momentin që ti do të shkosh në një next level, ti shikon, analizon se ku është problemi. Nëse është ky katrori këtu, ti shumicën e kohës si pronar biznesi ose si ekspert i fushës, je një doktor shumë i mirë apo je një kontabilist shumë i mirë, ti rri gjatë gjithë kohës këtu, e ke kokën e mbyllur, inshallah po më kënaqet klienti, inshallah po bëj një gjë të mirë, dhe ti nuk ke kohë që të ngresh kokën dhe të thosh çfarë do bëj më tej. E fton në trajnim biznesi, hajde të mësosh se si të xhirosh biznesin, ti thu, ku kam kohën, valla, unë jam plot, ku jam myt. Ti mund ta kesh problemin te ky katrori këtu. Ti nuk di të lexosh gjuhën e biznesit. Je shumë, unë i them, artist. E trajton biznesin në një mënyrë artistike. Nuk përdor numra, nuk përdor raporta, por je thjesht ekspert kështu, frymëzues, artist. Ose mund ta kesh problemin tek shitja. Ti për shembull ke një produkt shumë të mirë, por ti je sekreti më i madh në botë. Asnjëri nuk e di që ti ekziston. Asnjëri nuk e di, asnjëri nuk do të bëj biznes me ty. Asnjëri nuk kërkon që të bëj biznes me ty, sepse ti nuk je sekreti më i madh në botë, nuk e di njëri që ekziston. Ose shumica kanë problemin e konvertimit. Pra, kanë shumë kërkesa, kanë shumë njerëz për të bërë biznes, kanë 8 milion njerëz që duan të bëjnë biznes dhe përpiqen që të bëjnë biznes me të 8 milion. Dhe nuk bëjnë atë që quhet shitje, pra konvertim, shitje high ticket. Një shitje që të jetë fitimprurse në mënyrë që biznesi të ketë kuptim, sepse nëse biznesi fiton shumë pak, nuk ka kuptim. Pra ti analizoje mirë këtë skemën dhe shiko çfarë mund të riparosh vetë, mund ta riparosh vetë, ose mund ta riparosh me miqt, me shokët, ose mund të kërkosh dikë që është i specializuar për këtë punë. Dhe për ta mbyllur, mendoj që rritja jote është zgjedhje. Në fund të ditës, suksesi nuk i takon atyre më të mirëve, por atyre që guxuan që të bëhen më mirë se që ishin dje. Nga sot, u hap një dritare e vogël të rritja jote. Mos e mbyll sepse rritja është zgjedhje. Dhe kjo zgjedhje fillon pikërisht tani. Faleminderit.